Kam në një lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë zotin Fatjon Softa, me cilin do të flasim rreth faktit për policimin vullnetar. Përshëndetje zoti Softa. Përshëndetje, faleminderit. Si e shihni vendimin e qeverisë për të rikthyer policinë vullnetare, një organik e cila ka qenë edhe më herët, por e cila nuk ka funksionuar, dhe çfarë pritet të realizohet prej saj? Policia vullnetare, po e quajmë, është një VKM e qeverisë. Kjo ka qenë përpjekje që në 2019, por nuk ka funksionuar për shkak të mos dakordësisë politike. Nuk ka pasur një dakordësi politike duke e parë këtë në këndvështrime ndryshme, por sigurisht edhe e parë me skepticizëm dhe nga vetë shoqëria civile, duke menduar që nëse nuk do të ketë një dakordësi, nëse nuk do të ketë një transparencë dhe nëse nuk do të ketë një shkallë të lartë besueshmërie nga palët, mund të përdoret politikisht, mund të përdoret nga grupet kriminale dhe mund të jetë mungesa e profesionalizmit tyre të bien ndesh me politikat e policisë së shtetit, gjë që mund të krijojë padashje apo jo konflikte në zonat e caktuara dhe në ambiente të caktuara. E parë në një anë ku ajo mund të jetë në ndihmë të policisë së shtetit, patjetër që është një anë pozitive, por paqartësia është tek ana financiare. Si do të punojmë këta njerëz? Ne kemi punonjës të policisë duke punuar me dy turne, duke punuar me orë të zgjatura jashtë orarit, her pas here bëhen pak kënaqur lidhur me kompensimin financiar apo me kompensimin ushqimor. Pra, po flasim për ata që janë efektiv, të cilët kanë pagesën e tyre dhe megjithatë kanë një kontribut të viteve të tyre në këtë punë. Dhe këta persona të cilët do të punojnë janë me sigurime shoqërore, pa sigurime shoqërore, janë të siguruar, se të siguruar, sepse gjitha këto dikush nëse mund të jetë në një marrëdhënie tjetër pune, nuk mund të bëjë dhe policin vullnetar. Se pavarësisht nga numri i orëve që ata do të punojnë dhe përgatitja profesionale që duhet të kenë, do të pajisen me një lloj certifikate sigurie, duke punuar dhe duke i trajnuar këto si ashtu dhe oficerët e policisë, si dhe oficerët e sigurisë në përshkolla, duke i trajnuar këto në Akademinë e Policisë. Cilat kategori sociale duhet të përjashtohen? Duhet të përjashtohen të gjitha ata persona të cilët kanë tesra politike dhe kanë aktivitet politik, sepse do të keq përdoren. Nëse ne do ta përdorim këtë forcë dhe do të veshim, po themi, shiritin apo një simbolik dalluese, edhe mund të përdoret politikisht, pastaj kjo është antidemokratike dhe kjo mund ngjall sigurisht një reagim. Kush do ta kontrollojë këtë forcë përveç policisë së shtetit? Duhet të ketë disa institucione që duhet të jenë përcaktuara në VKM. Për shembull, mund të jetë agjencia mbikëqyrjes policore, mund të jetë avokati i popullit, mund të kenë disa institucione të shoqërisë civile të pavarura, jo të lidhura me politikën dhe me interesat e pushtetit. A mund të ketë një auditim të tyre? Pra shumë pikë pyetje të cilat janë, ose kush mund të jetë një monitorim i qytetarëve, do të ketë një linjë ankimimi nga qytetarët. E qartë, e kuptoj. Po. Një investim të quajtur policia në komunitet. U investua jo pak, por shumë nga shteti suedez, por nuk funksionoi, dështoi. Pra dështoi një forcë e paguar ku policia do të ishte në komunitet dhe jo me një forcë vullnetare që është e paqartë kur themi do të kemi kompensim për kohën e shërbimit që ato bëjnë. Pra do të ketë një pagesë. Dhe sa është kjo pagesë, nuk ka transparencë lidhur me këtë lloj ane financiare. A tregon kjo se policia e shtetit nuk ka mundësi të zbulojë veprat dhe nëse dihet për cilat vepra bëhet fjalë, pra prandaj realizohet edhe kjo lloj forme e policimit vullnetar? Nuk do të ketë polici vullnetar të drejtë të bëjë hetim. Nëse do të kërkojë të mbledhë informacione, do të kërkojë të bëjë hetim, kalon kompetencat. Sepse bie ndesh me ligjin për policinë e shtetit, bie ndesh me kompetencat që ka policia e shtetit. Dhe pastaj do të shikohet në një sens tjetër të rrezikshëm. Ai mund të jetë, ata mund të përdoren në rastet e ndeshjeve të futbollit, të eventeve të ndryshme, në festa, ku mund të ketë një lloj varësie koordinuese me pushtetin lokal, sa herë ato kanë aktivitete të ndryshme. Por çdo lloj kompetence tjetër që do të shkojë në zona të caktuara mund të shpërbejë me pagesë të mbajtura nga grupet kriminale, të cilët mund ta kenë maskën e tyre në terren për të kontrolluar aktivitetet e tyre, për të raportuar atë çfarë ne presim që nga grupet kriminale kanë informacion. Deri sot ne kemi parë që investimi ka qenë në rekrutimin e punonjësve të policisë, në rekrutimin e personave të një niveli të lartë, siç kanë qenë shefa krimesh apo shefi i forcës operacionale, rekrutime apo bashkëpunim me institucionet në portin e Durrësit apo në porte të tjera. Pra mendonin me forca vullnetare, të cilët sa do jetë integriteti i tyre kur këta njerëz do punojnë pa pagesë. Është tjetër ruajtje në shkolla,
kur mund vendoset në orar caktuar persona duke i kompensuar, po themi, një pjesë të pagës, duke ulur numrin e atyre punonjësve, pra nëse ka forma të tilla, pra varet nga këndvështrimi dhe mënyra se si do të gjejë zbatime ose si qeveria do ta zbatojë, që kjo mos bie ndesh me besimin publik, mos përdoret për fushata dhe presione, mos përdoret për denigrime, mos përdoret për bullizim dhe mos përdoret për përndjekje ndaj biznesmenëve, ndaj qytetarëve, ndaj aktivistëve politikë të cilët bien ndesh me politikat e qeverisë. A do të kenë akses në informacionet e brendshme të policisë dhe a mund të ketë rrezik të shtuar të bashkëpunimit të këtyre personave me grupet kriminale? Në aq sa kam mundur të kem informacion, këta persona sigurisht që nuk mund të jenë të dalin nga shtëpia e tyre, pavarësisht se do kenë marrë një certifikat që deri në kush, çdo 2 vjet mos gabojnë në Akademinë e Policisë, të dalin nga territori i tyre dhe të bëjnë veprime ku nuk janë të instruktuar dhe nuk kanë sektor ku ata duhet punojnë. Dhe detyrimisht duhet të jenë të paraqiten në strukturën e policisë, pra në komisariatin e zonës, ku ato janë banor, dhe këtu do të bëhet një instruktazh nga një kategori, nga një oficer me një grad caktuar që do t'i bëjë atyre instruktazhin. Mendoj gjë e më rëndësishme që do të ketë një regjistër kombëtar të gjithë atyre personave të cilët do të jenë punësuar, kategoria, emri, mbiemri, zona ku shërbejnë dhe detyrat që kanë. Nëse flasim për transparencë, nëse u kanë dyshime që filani apo personi, normalisht ky regjistri mund të verifikohet, nga media mund të verifikohet. Pra duhet mbajtur në mbikëqyrje këta persona, sepse thash mund të keq përdoren nga disa struktura që janë të krimit të organizuar. A mund të kenë ato informacion? Nëse në zonë sigurisht që kanë një detyrë për mbikëqyrje, atëherë informacion do të kenë, për shembull, çfarë do të mbikëqyrin, ndaj kujt do të ketë mbikëqyrje. Jo besoj ndaj qytetarëve të zakonshëm. Atëherë ndaj personave që kanë një lloj precedenti ose ky informacion mjafton të jetë i kontrollueshëm, sepse duke pasur mundësinë që të kenë informacion, mund ta keq përdorin ose mund të shërbejnë dikujt tjetër, jesës dhe strukturë që shkokan dhe punokan në mënyrë vullnetare. Dhe në pyetjet fundit zoti Softa, është kjo, nëse mund të themi, një zgjatim i patronazhimit por tashmë veshur me emrin policë vullnetar, pra mendoni se po rikthehet institucioni i spionimit? Nëse këtë gjë do ta kthejnë që patronazhistët i certifikojnë, atëherë kthehet në një strukturë politike të rrezikshme lidhur me ato që ne themi niveli i demokracisë dhe kontrolli i sistemit demokratik në këtë vend. Prandaj ky moment në cilën kjo miratohet, nuk u bën në 2019 kur nuk ishte fuqia e plot, por bëhet pikërisht një moment kur fuqia politike e forcës që drejton sot vendin është absolute. Nuk ka më kundërshti dhe nuk mund të ketë më kundërshti sa do përplasje të ketë në parlamentin shqiptar. Mekanizmat e kontrollit janë shumë të rëndësishëm në demokraci, sa më fort jetë një opozit, aq më fort është kontrolli i menaxhimit të demokracisë, të ligjeve apo i vendimmarrjeve të cilët duhet të jenë gjithmonë në interes publik. Mirë, faleminderit zoti Softa që ishit me ne. Faleminderit juve.